Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Më 28 maj, gjykata e lartë shqyrtore kursin e radhës të kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i cili kërkon zënësimin e arrestit me burg me një mas më të lehtë sigurie. Velia i ndodhet në arrest me burg prej 10 shkurtit 2025. SPAK i ka renditur 13 akuza si korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre e futje sendesh në burg. Kërkesa e Veliajt vjen kur kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë rishikuan një vendim unifikues të 2011-s mbi masën, arrestin në burg dhe kozgjatin e tij. Vendimi parashikon se kufizimi më i rënd i lirisë personale, arresti në burg, duhet të merret pasi më parë të janë shqyrtuar realisht masat e tjera alternative. 56 studentët e Akademisë së Policisë janë helmuar nga ushqimi i gatuar nga kompania Sorial. Sipas burimeve të sigurta për Top Channel, janë makaronat e ngarkuara me stafilokok, koagulaze dhe E. coli, ato që dërguan në spital të rinjtë e policisë. Po ashtu Top Channel mëson se qenë kushtet jo të mira higjieno-sanitare, ato që ndikuan në zhvillimin e këtyre dy baktereve të rrezikshme. Edhe AKU-ja është njohur me rezultatet e analizave një ditë më parë nga Instituti i Referencës i SUV. Ky institucion ka refuzuar t'i bëjë publike me pretendimin se hetimi ende nuk ka përfunduar. Shqipëria po përballet me një alarm demografik. Shifrat e lindjeve, vdekjeve dhe martesave të tremujorit të parë të vitit 2026 evidentojnë vijimin e sfidave që lidhen me zhvillimet natyrore të popullsisë në vendin tonë. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë se vendi ka regjistruar më shumë vdekje se sa lindje gjatë kësaj periudhe, duke reflektuar një bilans natyror negativ të popullsisë. Top Albania Radio. Prokurimet publike e përplasin Berishën me Ramën. Më herët gjatë ditës kryetari demokrat tha se integriteti i tyre ra me 14 pikë që kur Partia Demokratike ishte në pushtet. Teksa akuzoi kryeministrin për mashtrim të hapur, kryedemokrati pretendoi se nën qeverisjen socialiste janë shtuar prokurimet sekrete dhe sipas tij janë larguar kompani europiane. Si e ka realizuar mashtrimin? Ka llogaritur prokurimet publike dhe prokurimet publike të anulluara. Në qoftë se nga prokurimet publike të vendit zbriten prokurimet të anulluara, Shqipëria ka një nga nivelet më të ulta në botë të prokurimit publik dhe jo që se ka 10, po e ka gjithsej 4.9%. Kodi mafjes, asnjë huj në territorin e mafjes shqiptare nuk mund të futet. Në përgjigje të akuzave të Berishës, Rama u shpreh se Budallaj e hodhi një gur në lum, teksa i hodhi poshtë. Kryeministri ngriti pyetjen se si e shënoi këtë rënje, kur në fakt Shqipëria u përfshi për herë të parë në portalin evropian të matjes së integritetit të prokurimeve për shtetet e Bashkimit Evropian, duke dalë më mirë se sa shumë prej tyre. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Për 4 ditët në vijim, Albania do të jetë përkohësisht jashtë funksionit në kuadër të përditësimit të portalit e optimizimit teknik. Në një njoftim të publikuar në faqen zyrtare, bëhet me dije se shërbimet nuk do të mund të aksesohen nga data 15 maj në orën 22 e deri më 18 maj në orën 8. 40 kompani inovative izraelite në samitin Shqipëri-Izrael për të garantuar sigurinë kibernetike dhe fuqizuar ekonominë e vendit tonë dhe të rajonit përmes teknologjisë së fundit. Kryeministri Edi Rama theksoi se dëshiron të forcojë marrëdhëniet me Izraelin dhe u shpreh se sot Shqipëria ka një nivel të ndryshëm të mbrojtjes kibernetike fal bashkëpunimit me këtë vend. Lajme nga bota. Kryenegociatori i Iranit Kalibaf tha se Amerika nuk ka alternativë tjetër veçse të pranojë propozimin e Teheranit për përfundimin e luftës. Çdo qasje tjetër do të jetë dështim i ri, deklaroi zyrtari i lartë, një herazi kryetar parlamenti, por Trump e quajti të papranueshme përgjigjen. Më herët CNN informoi se Trump po vlerëson mundësinë e rinisjes së sulmeve ndaj Iranit dhe se për këtë nisi konsultime me një ekip të sigurisë kombëtare e me drejtues të lartë të ushtrisë. Teherani reagoi duke paralajmëruar se nëse vepron, një opsion është pasurimi i uraniumit në 90%. Mes revoltës në rritje të laboristëve britanik, kryeministri Keir Starmer refuzon dorëheqjen. Vendi pret të vazhdojmë të qeverisim e këtë po bëj, ishin fjalët e Starmerit, me argumentin se nuk kanë më besim te leadershipi i tij. U rit me 75 numri deputetëve laboristë në Britani që kërkojnë afat kohor për dorëheqjen e shefit të qeverisë. Amerika dhe Britania diskutojnë rihapjen e ngushticës së Hormuzit të mbyllur për shkak të krizës me Iranin. Bisedimet i paraprin një takimi europian të organizuar nga Londra dhe Parisi, e që shihet me skepticizëm nga Washingtoni. Plani i Europës është mbrojtja e anijeve tregtare në këtë rrugë strategjike detare pas përfundimit të luftimeve.
Hantavirusi, vlerësimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH është se rreziku për shëndetin global paraqitet i ulët. Kështu shpreh drejtori i përgjithshëm Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke raportuar një ditë pas evakuimit të rreth 120 pasagjerëve nga anija e prekur nga shpërthimi. Aktualisht ka 11 raste aktive, 9 prej tyre pozitiv me hantavirus. Këto shifra nuk kanë ndryshuar shumë në javët e fundit. Fal përpjekjeve të shumë qeverive nuk ka pasur vdekje që nga 2 maj, tha Adhanom në një konferencë shtypi me kryeministrin spanjoll Pedro Sánchez në Spanjë. Parashikimi i motit. Vendi ynë vion të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me kthjellime vranësira që shoqërohen me rreshje shiu, sidomos në veri e në relieve kodrinore malore. Temperaturat variojnë nga 10 në 26 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersil Toko. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.